Ashtu nësë podojmë. Nuk podojmë. 24. Lexojmë që to, çka po thot? Po kryetari i kolegjit Jo, gjyqtar. çapo kush Gjykata e Qarkut në Prishtinë. Po. Dëshisha Tasingovic kundër këtij akreditimi, por të pakënaqur kanë drejt dita e parë të Gjykatës Supreme të Shërbimit për së gjykatë. A e lexove? Po. Kthema kamerën. A është që kjo vula e gjykatës? Po, vule gjykatës është ajo po di. Amo unë s'pash diçka po nesër. Po shaherin besrimit po i kallëzojmë që na nuk flasëm. Unë e flasë në bazë që letrave nuk flasë, se unë si më konë me ngu që ka... Te kushtë edhe aty këto letra, ka gjeni farot boshi po ndale. Jo, nuk është të bashkë, këto janë të avokatit, këto i ka bo gjykata. Aha. Jo. Okej. Këto i ka bo gjykata e qarku dhe gjykata e instaluar sërbe që nga ka denu 21 I bëjmë tire Beslim Zugaj nga emisioni që e ka drejten kur do që ajo është i gatshëm edhe i lirë me orë me denoncu këtë që tha Hasan Zanilaj. Kur të vjen Beslimi këto, unë i marrë letrat edhe i thëmë pse Beslim po më qunë rëndës. A guzina shtu kur po thot Beslimi rëndës të Radio Lidhja, ke thonë që ditën kur ka rao Zahir Pajaziti, ka qenë tankuar me ty në Radio Lidhja, ti i ke thonë shko ka orat, a i nuk ka shku s'ka ngu dhe ka rao. E që veç një spytje, që shko mos i balaboni sa kilometra i kopi vështrijës? I ko 20 rafsh. 20 të ka rrugë të kejvaki se do të të rrugë. Po, që se unë e kom pas repetitorin që deri në Shqipni, deri në kodat e kukësit kemi komuniku pe atje. Që vërtetan këtë fakt që ti ke bisedu qadet me Zahir? Që vërtetan? E vërtetoj me fakte se e vërtetoj se baza kryesore ka qenë në Balaban. Repetitori ka qenë në Balaban. I ki dëshmitar të cilët neshta ta argumentojnë. Po qka din Bislimit? Ja njeve që ka tha Bislimi, tha s'di, tha, unë nuk di kur gjo tha për Radio Lidhje, po s'din se ti ke orët 96 në fund. Mërë me men, qka boni, vjen keq për atë deklarat tina. Ardemi Asharin edhe Zahir Pajazitin i qitit trongut të fundit atje. E pse bashkë qëtku ti për publikanët? Qysh? Pse bashkë qëtku për publikanët që tonë për najitit? Pse ju ma herët buqë që 20-30 dje, pse ke ishtë? Ju, ku është ka ishtë? Ti? A për din qëfar pyjtë e jetë të mështruti? Vjen që aty në Google edhe këqër kure këm bosh krimin e por kunder... Kur, cilin vetë? Në vitin 2002-2003, si kom dollë për i burgu. S'ka ke informum ti? Jam informum, po... Si. Unë e pyjtë du të më të bo për më të nëzirë përgjigjet, por. Ti përgjigjet e mija, s'ki nevoj më bo pyjtë, veç pëtëm, se unë nuk moj sekret. Nuk moj, se unë nuk lejoj me u shpall dëshmur Baba Malit Sheholli. Me u shpall Fatmirit dëshmur. Që shtu po njëhen fjallë. A i Arani për thët ma kanë ra bondat kriminale. A i ka vërë grupi Zahir Pajazitit, ta? Janë unë a lupës. Dë më thonë po? Po qësh ja? Po... A këthemi pak Ilon Vrosit, këthemi tek, a është taku në herë me komandantën e përgjithshëm Azem Sylla Zahir Pajazitit? Po. Cilin vetë, 96, nëse s'ka bëja? Jo, 97. Qka konkretisht kam bisedu në takem? Po qërë? Na jemi konë grupet armatosura këtu. Na kemi bo luft. Na kemi dhonë mënd dhe sakrificë. Kanë qenë 3 grupet armatosura. Grupi i Zahirit, grupi Ademi Asharit, edhe grupi Sali Qekajt. Të cilin kanë qenë 2 grupet Sali Qekajt, ka qenë grupin Deçan, ka qenë edhe grupi tjetër në Laush Skanderajt. Edhe, unë jem njoftë, unë s'jem njoftë, s'muj me deklarot që jem njoftë me ganin për para, për shambull, se po fjellë... Cilin gani? Gani Gecën. Por, babgjyshi jam ka qenë bashluftar me atë babgjyshin e Gani Gecët. Edhe babgjyshi jam ka thonë, dyrë nëse... Në Bajraktar të Laush. Në Bajraktar të Laush. Nëse të nëzën rruga dikon në Drenic rrëhe derën të Bajraktar. Të Gani Geci? Pa tash se di jam ka onë të Gania, po të Bajraktar të Laush. Të Gania, se Gania o me këpres për qëtë punë.
Inshallah se në se pja përmen me jam, se s'ko që Po, me përmen. shumë hapolla mu që në nga një atrohen, heq pasha zotin. Jo me kim shok, as të nëzda. Po, jo, po, une, jo, heq se kam shok. Se? Se e na prish politikisht. Le bura, e ka mendimet e veta, dhe më thonë. Pa i ka mendimet e veta, pa e mu nuk... Pa i se kaluj, që... A i ka një të një që se kaluj, që 30 vjetë o me rrugovën. A i se kaluj, me kanë jam une. Po edhe ne me rrugovën. Ja ti me Albinin një. Jo, une e më pështes Albinin. Edhe jo sa është me rrugovën, po e pështet Albinin. Po që e më pështet, që pështet kështu më pështet për mëmone, po të pështet politikisht. Sigurisht që po. Po. Qka u folë në ta kema Azem Sylla Zahir Pajaziti? Qka i kërkoj Zahiri Azemi? Më shumë gëtë. Pasha sy të bollit për Balaboni jena thonë të ardhë me Zahiri me Akifin për Prishtinë. Të qesh me Evranacve. E në gazeta Bujku. Edhe pe lexon gazetën në Kerr, Zahiri për komunikatën 28. Edhe na qmeni u që ditën komunikatë na kushe boni këto. Jo, edhe po bojmë lafe, po bojmë kush, si, ta, pam, tu bo laf, tu, qka me bo, qish me bo, edhe në se në ardhë ke burri nati, punën a thekont orave, maleve, në për Shqipnia, njëna, e merë dikush përgjithsin që se njaf shumë kush a i heq. Edhe vjen e sopi plagusët qërim kelmendi në Kliqin. E murën këta regja, se di kush e pruni, senatën e kanë pru të asi, e mra rasti tani, më rastisi me bojt edhe në shpinë me qute, me kalu për hekuru dhe me qute të një shokionin që prapë s'poja për menja. Po, s'korën si po? Po, për pushim edhe me këshyrë me shërudikun të naj mjek. Edhe për veti ku t'ka rëgë, bre, ku a njëna au, kur për këshyrë e ka rëgë një saq me qëtu, mrapa në thasha për qita për bëgjet ke zhurë më qëre ma, thasha Allah e me ta shpull shuj. Dojme tek takimi Azem Syllës me Zahir Pajaziti. Edhe tani qaty tani qërimi ka shku për Shqipni, për shërim, Zahiri ka qune për kanali anena, edhe tani gjatë rrugës me qërimin, tu bisedu qërimi ka thonë, po kë që pe merë përgjësit është Azem Sylla. Edhe Gjavit Haliti e qëta njerë. Edhe tani na kërkum, me shkum i thonë, kërkum, Zahirit i thonë, unë, Akifi, Liri, Januzi, qëta që ishin pak ma ase, i thonë, me shku edhe me bisedu, me i thonë që qërë dosti jam.